E lajmet për bashkim gjithmonë gëzojnë zemra, sepse bashkimi pra lajmëron fitore. Sa jemi bashkuar, kemi arritur rezultate, ose kemi qenë një fazë tjetër, në zhvillimin dhe ndërtimin e synimit tonë. Siç e kam premtuar, qindra e mira bashkëtorë, kolegë, shokëve, bashkëtarëve, intelektual e shtresat e ndryshme, të rije të reja. Ju kam premtuar që ne do të përpiqemi deri në minutën e fundit, e deri në sekondat e fundit, punojmë fort për t'i ofruar një mundësi bashkimi i cili jep shpresë për ndryshim. Unë besoj shumë, kjo ka qenë edhe është moto e jetës sime. Shpresës i duhet guxim. Shpresa për të realizuar, për të mojtë gjallë, e për të shkuar, e për të bërë realitet, dënë mbranda guxim. Guximi për të shpresuar, guximi për të arritur shpresën. Prandaj, unë jam munduar që deri në këtë sekondë, së bashku me bashkëtorët e mi, që sonte ta japim lajmin një lajm të madh, një lajm i cili thash do të ketë impakt të ndryshimit e bashkimit. Fatkeqësisht ai bashkim, të cilin e keni pritur, të nderuar elektorat, qytetarë, anëkën Kosovës. Dhe në këtë sekondë ne jemi munduar, pa kushte, ta plotësojmë dëshirën tuaj. Të japim një mundësi ndryshe Kosovës. Pas një kusht, me shumë me zemër plot, kemi dashur që në këtë garë të shkojmë bashkë e më dha mundësi ndryshimit. Fatkeqësisht, ky bashkim nuk ka ndodhur. Prandaj sonte po e them para jush, të nderuar bashkë qytetarë, ju që e doni bashkimin. Edhe sonte du me të dhënë fjalën ata që e kam thënë për tavolinë. E gjatë gjithë këtyre ditëve që kemi pas biseda. Dua publikisht e fjalën, ata që kemi thënë vazhdimisht, tani pra para kamera. Nisma garon në zgjedhje. Nisma garon në zgjedhje me 110 burra e gra, familjarë të dëshmorëve, veteran e veterane, intelektual, grua e burra të cilët e kanë vetëm një synim. Në listën tonë zgjedhore, nga 1 deri në 110, askush nuk e qenë halli kush do të jetë deputet i Parlamentit të Kosovës. Ne jemi rreshtuar 110 vet për t'ia dhënë mundësi ndryshimit Kosovës, qeverisjes dhe bashkimit të madh. Dhe po ashtu do t'ja jap fjalën. Me kalimin e nismës, me deputetët e nismës në Parlamentin e Kosovës, unë sot, ju miq, ato që keni pritur e ma keni kërkuar, unë sot do t'a jap premtimin që kam dhënë në tavolinë. Dhe premtimi është ky. Nëse nisma, e unë jam i bindur, do t'jenë në parlament, me grupin e vetë parlamentar, do t'i bashkohemi bashkimit, do t'jemi bashk me shokët, me shoqet, me gjithë ata që kanë kërku bashkimin në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. U pamundësua, dikush e pamundësoi bashkimin, po duke njohur ata miqtë e mi andej, shokët e mi të veprimit të idealit, edhe ne kënej, askush s'mund na nal të bashkohemi në parlament me një grup të fuqishëm parlamentar. Grupi i cili do të ndryshojë qeverisjen. Mundësia për ta ndryshuar qeverisjen është veç në një drejtim. Nëse nisma ka lënë pravën dhe i bashkohet grupit parlamentar Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi mbi dikush 20, dikush 30.000 vota, janë ato që janë. Zemra, lojale, besnike që na kanë ecur me ne në për shumë vështirësi. Po le ta lajmë me 25.000, 30.000 vota të nismës. Këtë që ka na duhet është me 15.000 vota ne shkojmë me 6 deputet plus në Parlamentin e Kosovës. Po, ne e kemi vështirësi pravën. Po, ne e kemi shumë vështirë pravën. Ama, sa jam unë në parlament, nesër apo s'jam, as ka me vendos studio, as ka me vendos tavolina, as ka me vendos skutat, ka me vendos qytetari i Republikës Kosovës.